Skandali i korrupsionit në Turqi ka tronditur besimin e tregjeve financiare në ekonominë turke. Vlera e lirës rënë në nivele shumë të ulta kundrejt dollarit. Krahas monedhës dhe obligacioneve të qeverisë turke dhe tregu i aksioneve të vendit, u vënë në presionin e madh të shitjes pasi një pjesë e investitorëve të huaj janë larguar nga tregu. Turqia për një javë është goditur nga një skandal korrupsioni i cili ka kthyer në krizë qeverinë. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan, i cili ndodhet në një tërësni të madhe, akuzon gjyqësorin dhe policinë se kanë skenuar aferat e korrupsionit për të dëmtuar qeverinë e tij. Të arrestuarit akuzojnë se janë pjesë në një rrjet kriminal, i cili thuhet se ka organizuar dhënien e rishfeteve politikanëve për të mbuluar bizneset e paligjshme. Kreu i partisë opozitare më të madhe në vend akuzoi Erdogan se kërkon të krijojë një shtet brenda shtetit, duke i mbajtur të blinduar ministrat e tij. Demonstruesit në Stamboll, Ankara dhe Izmir i bën thirrje Erdoganit të japë dorëheqjen. Qeveria në Ankara është e korruptuar tërësisht. Ajo është e paaftë të reformohet, është konkluzioni i shumë demonstruesve. Buji në Turqi ka bërë dhe zëvendësimi i prokurorit të Stambollit Muammer Akas nga hetimet për korrupsion.